Presidenti Amerikan Donald Trump ka dhënë një ultimatum të ashpër ndaj Hamasit, duke kërkuar lirimin e menjëhershëm të pengjeve të mbetura në Gazë. Përmes një postimi në platformën e tij Truth, Trump paralajmëroi grupin militant se përballen me paralajmërimin e fundit dhe se Izraeli ka mbështetjen e plotë të Shteteve të Bashkuara për të përfunduar detyrën. Shalom Hamas do të thotë dhe përshëndetje dhe lam të mirë. Jo më të zgjidhni vetëm mes këtyre dy alternativave. Lironi të gjithë pengjet tani dhe ktheni menjëherë trupat e pajet, ose ky do të jetë fundi për ju, deklaroi ai. Trump priti 8 ish pengje në shtëpinë e bardhë, ndërsa këshilltarët e tij konfirmuan për herë të parë zhvillimin e bisedimeve të drejtpërdrejta me Hamasin, të mbajtura në Doha të Katarit. Kjo shënon një ndryshim të rëndësishëm në politikën e Washingtonit, i cili tradicionalisht ka shmangur kontaktet me organizata të cilësuara si terroriste, përfshirë Hamasin, që Departamenti i Shtetit e ka listuar si të tillë që nga viti 1997. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë, Caroline Leavitt, konfirmoi se presidenti ka autorizuar të dërguarin e tij të bisedojnë me këdo për të siguruar lirimin e pengjeve. Ndërmjetësimi në bisedime është bërë përmes Egjiptit dhe Katarit, të cilët që nga fillimi i luftës mes Izraelit dhe Hamasit më 7 tetor 2023 kanë luajtur një rol kyç në negociatat për armëpushim dhe lirimin e pengjeve. Sipas autoriteteve izraelite, Hamasi mban aktualisht në Gazë rreth 24 pengje të gjalla, me syre dhe shtetasi amerikan Edan Alexander, si dhe trupat e pajetë të paktën 35 personave.